Të nderuar dëgjues, jeni me emisionin Ligjërim, emision ky që i dedikohet artit të komunikimit dhe gjitha pasioneve që na bëjnë bashkë përmes këtij arti. Mirpo sot nuk do të flasim vetëm për fjalët ato që na lidhin, na bashkojnë, për fjalët me të cilat ne komunikojmë në jetën e përditshme deri në stadet më të larta, por sot do të flasim me heshtjen e pyjeve, do të flasim me shikimet e kafshëve të egra dhe për të gjitha momentet që na zbulojnë të gjithë neve që kemi durim të presim. Dhe unë në këto minuta kam nderin që të prezantoj para jush kolegun tim, zotri Arjan Mavriqin, fotograf i kafshëve të egra, edhe njerësh autor i dokumentarit Jeta e egër me Arjanin. Mirë se erdhe, Arjan. Mirë se u gjej, Fatmire, faleminderit shumë për mundësinë. Përmes objektivit tënd, bota egër nuk është thjesht e bukur, por ajo edhe flet, edhe na pyet nganjëherë, edhe na sfidon. Kur e kuptove ti që bota e egër flet? Unë në fakt jam rrit në një qyteti Kamenisës që është i rrethuar me male dhe kemi një lum i Shtrembër që quhet dhe i populluar me ujor të ndryshëm, edhe duke qenë se jam rritur në një vend ku, domethënë, kafshët e egra kanë qenë thuajse përditshmëria ime duke i parë, dhe aty kam zbuluar, le ta them, dëshirën për herë të parë për t'i dokumentuar ato, sepse realisht i shifja disa dokumentare të ndryshme të huaja, por që gjithmonë ka interesuar se çfarë mund të bëj unë më shumë për vendin tim, dhe aty duke i parë në lumen, duke i parë thirrjet e tyre për ushqime nga ana e të vezhjeve në përfole, thirrjet e tyre për çiftëzime, thirrjet e tyre për rreziqe të ndryshme ku dëmtohen lument, shkatërrohen e kështu me radhë. Aty e kupton që vërtet bota e egër flet dhe ne jemi ata të cilët duhet të flasim me to nëpërmjet komunikimit duke shfrytzuar aparatet e mundësi tjera për të xhiruar, mandej për t'i plasuar deri tek audienca. Arjan, sa mendon se Kosova është e pasur me këtë zonën e terenit për kafshët e egra? Kosova është shumë e pasur, ndonse me probleme shumë të mëdha për shkak të e dini gjendjen teren. Çdo njeri që del pak prej shtëpisë e kupton që për fat keq kemi probleme me turina, gjithandaj degradimin e lumenëve, djegjen masive të pyjeve kështu me radhë. Por që është e pasur çdo ditë e më shumë për shkak të promovimit që i bëjmë ne, sepse dorën zemër Fatmire kohë çdo njerëz nuk i kanë ditë rëndësinë shumë të kafshëve të egra në ekosisteme. Po tash në gjatë kohës që i promovojmë, tregojmë rëndësinë e tyre, ata shohin se jemi shumë të pasur me këto kafshë të egra, por ajo çfarë na duhet neve është vetëm se t'i ruajmë. Pastaj varësisht prej zonës, zona Dugaxhinit, pjesa e Rrugovës, pjesa e Sharrit, Gollaku, Karadoku, të gjitha ka një specifik të vetën për disa lloje më shumë, disa lloje dikun më pak. Por që jemi të pasur, jemi shumë të pasur. Sa është e rrezikshme, Arjan, si pjesë teknike? Nuk është rrezikshme sepse falë Zotit nuk kemi kafshë të cilët janë agresive ndaj njerëzit, duhet kemi kujdes gjithmonë. Po nuk është sepse un kam qenë në Afrikë, por nuk është se sikur atje që duhet shkuar me guida, me makina të ndryshme, duhet pas shumë kujdes sepse ke të bësh atje me kafshë krejt të një mallësie tjetër, shkalla e rrezikshmërisë është shumë e lartë, po këtu jo, për shembull, ne nuk guxojmë të shkojmë afër folesë Ariut, për shembull, nuk guxojmë të rrezikojmë asnjë raste, po nëse është në natyrë ai ik prej njerit. Shumica kafshë për fat të mirë ikin prej njerit, nuk është rrezikshme dorën zemër, po duhet kemi kujdes sepse rrezik është vetë prania jon fizikisht, mund të kemi lëndime, rrëzime, rrshitje gurshë kështu me radhë, ngjitje në lisa të lartë ku mund të shkaktojë ndonjë aksident, po që prej kafshëve nuk kemi rrezik. E ke mësuar gjuhën e kafshëve? Le të themi e mësojmë duke i parë se si funksionon jeta e tyre për shkak brenda një folesë, e kupton dhe flet shumë mirë. Kam shumë raste, qindra raste kur M'fal që po të ndërhyje, kam fjalën që ti të rasësh, që të afrohen. Në disa raste po, edhe kem arrit thuajse të bëjmë zërin e njëjtë, edhe ti thrasim disa prej tyre më mirë ti pupzën e thrasla nëpërmjet komunikimit, apo zërit që unë kam arritur ta bëj thuajse të njëjtë sikurse pupza. Po, pra një fotograf
E bën edhe këtë. arrin ta bëj edhe këtë, po shumë e vërtet Fatmire. Edhe është pyetja e parë që më ka bëu dikush, edhe po më pëlqen shumë që ke arrit ta kuptosh që vërtet arrin. Tha që ke shëtit në për gjitha shumicën e vendeve të botës dhe ke parë kafshë më të ndryshmet. Cila është kafsha më interesante që ke fotografuar? Shumë pyetje vështirë, ka shumë kafshë interesante, nëse a e ke fjalën për Kosovë më shumë apo në përgjithësi. Kosovë, fillimisht, po nëse ke Për në Kosovë kam qenë super i lumtur kur e kam pa në kamerën kurth Reçebullin Ballkanik, si kafshë apo specia më rrezikuar, më e kërcënuar seriozisht për zhdukje. Kjo sa i përket domethënë grabiçarëve të mëdhenj, po nëse flet për mbretërinë e kafshëve në përgjithësi, atëherë është një zog që quhet pubza, pra atë nuk e ndroj mas një zog tjetër shtektar, përmendet edhe në libra të shenjtë, në Kuranin familjar është një ajet specifik që tregon për këtë lloj zogu, por që nuk e kisha ditë që është mesnesh. Kur e kam kam xhiruar, kam fotografuar, bile kam edhe dokumentar për të. Nuk ngopën Fatmira sikur ta xhiroj çdo ditë. Po ashtu më bën shumë përshtypje një kafshë të cilën po ashtu e dua me krejt që janë intime për shumë arsye. Është ujku, sepse është prej kafshëve më inteligjente, më që jeton brenda tufave familjare, nuk çifzon brenda familjes, ka shumë strategjinë e gjuetisë, pra është prej kafshëve që për një nuk ngopën po ashtu sikur ta shkosh çdo ditë. Sa mendon se e ruajmë ne këtë faunë? Po tash pak më mirë, domthonë qëndrojmë në një stad më të mirë, po që ka shumë punë për të bërë, po për fat keq ka qenë një keq kuptim Fatmir i transmetuar me gjenerata para neve që duhet i vrasim këta lloj grabiçarëve si ujkun, mosin e egër, pastaj edhe elprat e kështu me radhë, por nuk e kanë kuptuar dorë zemër rëndësinë e tyre në ekosisteme. Për t'ju treguar rëndësinë e tyre vërtet duhet një emision i veçantë, por që veç pak me cik, patjetër është se ujku dhe jo rastësisht quhet si kafshë sanitare, sepse kryesisht sulmon apo eliminon kafshën më të smura, më të dobta, dhe kur pra nuk sulmon apo shumë rrallë ndodh që ti sulmoj për ato kafshë të cilat janë të forta apo janë më të duhura të mundshme edhe për pronarët e kafshëve që i bajnë brenda shtallave kështu me radhë. Pra po ashtu kemi edhe lloj tjetër që shkaba, për shkak shkaba ushqehet mëse me ngordhësira. Imagjinoj çfarë rolin unë në terene. Domethënë krejt kafshët e ngordha të cilët janë gjithandej shkaba e ka rolin për t'i ngrënë ato dhe nuk na lën neve hapësirë për smundje të ndryshme kështu me radhë. Pra secila ka një rol që tash kur e kuptojnë mandej edhe natyrisht se edhe dimë të ruaj më shumë. Si të del koha janë thjesht kështu edhe në terren, se e thash edhe një herë në hyrjet e emisionit duhet të kesh një durim të çelikt, ta presësh derisa të dalë, të lëshoj një zë, të bëj gjitha këto. Kolege ndëruar Fatmire, du ta bëj dikush këtë. Edhe unë jam prej atyre që kam thënë që unë du ta bëj, domethënë du ta bëj dikush na tregoj se çfarë kafshë kemi, rëndësinë e tyre. Prandaj edhe na duhet a kam sfida, po, unë kam familje, kam fëmijë, kam gruan, kam nënën, kam me cilin për cilin duhet kujdesem, po që falë Zotit kanë arrit me mirë kuptu edhe me mlor hapësirë më shumë se nuk është e lehtë. Shumicën e kohës me kalu në natyrë në përmale, për Zotin nuk është e lehtë. Në shumë raste unë edhe ushqem natyrë. Unë merr malli me shiu ndoshta një drekë që duhet në restoran, sepse nuk e kohë, por unë jam 6 ditë në terren për të mbledhur material, për të arritë për ta bërë një dokumentar javor, se nuk është e lehtë, se po të kishte qenë lehtë, Fatmire kish bërë si lehtë. Nuk i kemi ne 970 lloje shpemve si në Afrikë, si në Kenja, po i kemi 200. E mbaron me tu, pastaj çka, domthonë është shumë sfiduese, po që dikush duhet ta bëj. Një pasionant si ti, shkon në restoran dhe porosit për të ngrënë diçka. Për shembull një peshk të egër. Po. Po, peshkun e du shumë. Ku ndërpritet kjo? Peshkun e du shumë. Pasioni për ta parë të gjallë si zhvillohet dhe më pas për ta ngrënë. Po ne duhet jetojmë, domethënë është diçka që unë nuk jam vegan, as vegetarian, domethënë duhet ngrënë, duhet ushqyer. Na duhen ato llojet proteinave, sidomos neve që jemi në terrene malore. Po që e kupton ato se si ka orë deri te çaja pjatë, të servim mirë, po duhet kuptuar që jemi kriju për të ushqyer, është zinxhiri jetësor, asgjë më shumë as më pak. Arjan, te së fundmi që je duke përgatitur edhe një libër. Po. Na fal fakun diçka më shumë. Në libri do të quhet Wild Kosova, po Kosova egër në kuptimin e kafshëve të egra. Unë besoj se deri nga shtatori do të jetë gati. Kam pas që ndoshta del në botim tash, po për shkak se po i presë disa specie tjerë që kthehen nga shtektimi,
edhe dua të kompletoj tamam ç'është duhet, që do të jetë edhe një lloj atlasi thuajse që mund përdoret pa problem dhe nga shkollat mesme, universitete kështu me radhë, sepse kam shumë fotografi, kam shumë materiale, deri më sot kam arritur 112 lloje të identifikoj, 13 për ty janë për herë të parë të identifikuar në Republikën e Kosovës. Pra kam shumë për të folur, prandaj nuk më dosh më gut dhe kam thonë ma mirë po pres edhe pak. Po, pra. Ta del libri që shdohet, pra që do ta keni në duar besoj nga shtatori, edhe do të jetë për librave më të kompletuar të mundshëm që ka botuar ndonjë njeri që merret me këtë punë. Përgëzoj shumë, Arjan. Faleminderit Sa mendojnë që nxënësit në shkollat fillore, sepse atjeve që fillojmë me mësu, duke nis prej mësimeve që kemi bërë ne në gjenerat më herët, na ofrohet ajo mundësia për t'i njoft, po sepse ne i kemi kafshë e egra për t'i mësu në zoologji, për shembull në lëndën e biologjisë. Po gjithmonë kemi pas një përshtypje që kafshët e egra janë vrasëse. Unë e thash më herët dhe po e përsëris 100 herë përsëris s'u vjen marrë hiç, kanë pas shumë pak informacione ose informacione të shtrembruara, duke i plasuar këto informacione si grabiqar të rrezikshëm, si Është rëndësishme që t'hyjet edhe në shkolla ky model. Po për fat keq ky ka qenë problemi me këto ligjërata nëpër shkolla. Nuk mund t'i fajsojmë fatmire për që janë realisht biolog, sepse nëse je biolog ti nuk do të që je iktiolog, nuk do të që je ornitolog, nuk do të që je mamolog, nuk do të që je speleolog, për s'kan mund ato, shumë t'i tregojnë këtë to raste për secilin specie veç ku jeton detajet, por që atë s'ta kanë pas kompetencë, njohuri as kanë fol, më shumë jo. Po tash është një situatë tjetër, fal zoti që ka njerëz, unë kam edhe kritika, so nuk jam me profesion asnjë nga ato që kam marrët. Është një dëshirë e mia prej fëminisë me po këtu të na është një problem që njerëzit mendojnë që për me fol për një çështje do të patjetër me shku me kry kurse sa vite studime, jo bre ka dalë se nuk është më çaja situatë e njëjta. Ne mund edhe të flasim ose mësojmë edhe tash. Pse jo? Tash a me prit si për ne me kry ornitologjinë me fol më ndaj për shpenda, po ku me kry ornitologjinë kush s'ka shkencë ornitologjisë këtu. Prandaj duhet dikush me po me atë sa ka mundësi njohuri me fotografu, pastaj edhe me tregu për rëndësinë e tyre, por që kanë mungesë informacione kanë sepse unë kam ligjëruar në përket shkollat në Kosovë dhe në universitetet Besar Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut, po që gëzohen shumë, kënaqen shumë me këto që i tregoj unë, këto informacione, këto fotografi edhe shoh që i shijojnë. Nëse njëra nga kafshët e egra do të ishte influencer, qoftë për një ditë, cili do të ishte më i godituri. Nga ta që ti ke fotografi. Absolutisht ujko. Absolutisht ujko, për shkak të çastave që thash më herët, për shkak të historisë, transmetimeve të gabueshme të informacioneve kështu më radh pra ujko do të jetë edhe vazhdon akoma të jetë një predator i gjykuar nga ne dhe vazhdojmë njëjtë. Çka do të thojë të gjithë pasionantëve, fotograf, po edhe nëse nuk janë mjeshtër të mirë të fotografisë që e duan natyrën e egër? Bravo, të vazhdojmë me çka të kanë. Mos të presin të kenë një aparat ndoshta me mijëra era që bën çato që kam unë sot. Unë kam filluar me një telefon fatmire celular fotografoj. Pra filloni amon me çfarë do aparati apo telefoni që keni në dispozicion. Mos pritni më një herë me pas teknikë kush di çfarë. Filloni me atë çfarë keni, pastaj do të mrrini në një pikë ku ju do të kuptoni që tash jeni më së të profesionalizuar, po që në fillim duhet patjetër të filloni me çfarë do të keni në dispozicion. Shoqëroni sa më shumë njerëz të natyrës, nëse doni me përfitu prej tyre, shoqëroni sa më shumë njerëz të natyrës apo fotografë të kafshëve të tjera janë njerëz shumë të mirë dhe ju tregojnë shumë çka për rëndësinë e tyre. Pra shfrytëzoni çdo cep të Kosovës sepse ka shumë çka për të fotografuar e për të na bërë të ndihemi mirë. Arjan, falenderoj shumë për ardhjen tënde se le shumë punë tua për të qenë pjesë e këtyre minutave. Përgëzoj për librin, e bash të rrugën e mbar, bash të dritë sa më shpejt edhe uroj që të kemi sa më shumë të tillë njerëz që e duan faunën. Faleminderit juve Fatmire shumë, ka qenë privilegj për mua të jem këtu me juve. Personalisht me ty, por edhe me Radio Kosovën gjithmonë është kënaqësi, sepse nuk është intervista ime e parë, por gjithmonë jam i gatshëm të kontribuoj për ju, kurdo që më ftoni. Shëndet të mira aty dhe gjithë botës së. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.